Ndërkohë kemi parë disa rakete iraniane të cilët kanë çuditur le të themi botën lidhur me mënyrën e veprimit që ecnin duke bërë që para se ata të arrinin në tokë në destinacion bënin një lëvizje të çuditshme për t'u shmangur po themi interceptorëve të të antiraketave. Çfarë teknologji është kjo e iraniane? Duket që iranianët kanë përparuar shumë në teknologjinë raketore. Ata në gjithë këto vite kanë studiuar sistemet antiraketore izraelite dhe amerikane. Dhe çfarë po shohim që ata po përdorin sidomos në Izrael, janë e para raketat të cilat ndryshojnë trajektorin e tyre kur godasin. E dyta, Irani ka përdorur raketa hipersonike, sigurisht raketa Fatah, të cilat nuk kapen dot nga interceptorët. Dhe për më tepër Irani ka përdorur ato raketat me mbushje cluster që quhet. Po një raket në momentin që ajo hyn në hapësirën ajrore të vendit armik, hapet dhe lëshon 18 preva në të njëjtën kohë. Çfarë kjo ka treguar është që sistemet mbrojtëse amerikano-izraelite tani më kanë dështuar në mënyrë totale. Dhe për personat që ndjekin në Telegram apo në Twitter, kanalet që raportojnë luftën, është që goditjet e Iranit po janë shumë precize, të sakta, ndryshe nga fillimi i luftës kur shumica e raketave goditeshin në ajër nga mbrojtja amerikane izraelite, sikur pranonte edhe një artikull në Jerusalem Post për para 3 ditësh, Izraelit tani më po i mbarojnë interceptorët dhe kjo është arsyeja pse raketat iraniane po godasin në shenjë. Ky është një problem shumë i madh për Izraelin, nga që kur Benjamin Netanyahu e nisi këtë luftë, ideja ishte që izraelitët jo vetëm që do të hiqnin udhëheqjen iraniane, por do të arrinin që të shkatronin arsenalin raketor iranian dhe qiejt e Izraelit ishin të mbrojtur, por tani çfarë po ndodh është që ndërmjet Izraelit dhe Iranit po bëhet ajo që njihet si lufta e qyteteve. Ky term vjen nga lufta Iran-Irak, kur si Irani si Iraku bombardonin qytetet e njëri tjetrit me raketa dhe nuk i ndalonin dot ato. Deri tani miti ka qenë për izraelitët që ata kanë një mbrojtje raketore të pamposhtur dhe të pathyer, por çfarë po shohim neve në këto momente është që miti i pamposhtmërisë së Izraelit tani më ka rënë, ka dështuar. Dhe për personat që njohin, ndjekin zhvillimet nga Izraeli, ato zhvillime që arrin që të kalojnë censurën ushtarake të Izraelit, po shohin që Izraeli po kthehet në një Gaza të dytë, po kthehet në rrënoj. Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë dërguar 2500 marinsa drejt linjës së mesme. Si e shikoni këtë lëvizje të SBA-s? A do ketë guxim që të futet në mënyrë toksore në Iran? Numrat se sa marinsa amerikanët kanë dërguar deri tani janë pak a shumë kontradiktor, nga që nuk dihet sakt se sa kanë çuar. Megjithatë, amerikanët janë një dilemë të madhe se çfarë do bëjnë me këto trupa. Donald Trumpi në ditët e fundit ka dhënë shumë deklarata kontradiktore. Njëherë ka thënë që do pushtojmë ishullin e Kargilit, njëherë thotë që do hapim kanalin e Hormuzit, por më pas tërhiqet dhe nuk bën asgjë. Irani si kundërpërgjigje ndaj këtyre trupave amerikane që janë stacionuar ndoshta në Arabinë Saudite apo Emiratet Arabe, e para ka goditur përsëri bazat ushtarake amerikane dhe sipas mediave iraniane pretendohet që amerikanët po i fshehin ushtarët e tyre nëpër hotele,
Por e dyta, përpara 3 ditësh Irani futi në luftë edhe Jemenin e Veriut. Dhe Garda Revolucionare Iraniane i ka kërcënuar amerikanët, por edhe regjimet kliente arabe të Gjirit Persik, Emiratet Arabe, Bahreinin, Kuvajtin, Arabin Saudite, që në qoftë se territoret e tyre do të përdoren për të nisur një agresion tokësor kundër Iranit, atëherë Irani do të përdori jemenasit, ku edhe kryeministri i Jemenit deklaroi që janë 3 milion jemenas që janë të gatshëm për luftë, do të përdori Jemenin për sulmuar dhe pushtuar Arabin Saudite, dhe do të përdori milicit shite të Irakut për të pushtuar Kuvajtin, ndoshta edhe Bahreinin. Dhe në këto momente amerikanët janë në dilemë, nuk dinë çfarë të bëjnë. Ata edhe mund ta pushtojnë ishullin e Kargilit, po problemi është se si do ta mbajnë atë. Iranianët kanë mjaft municione për të vazhduar luftë nga 6 deri në 3 muaj, dhe ato trupa amerikane që do hynë kudo që të mundin në Iran, do të vriten. Olsi, a është kjo një hakmarrje asaj çfarë Izraeli ka bërë në Gaza? Kjo është një hakmarrje për Gazën, është hakmarrje për Libanin, është hakmarrje për Sirin, dhe në veçanti është hakmarrje për Iranin. Irani ka 47 vite si Republikë Islamike, dhe që nga viti 1979 deri më sot, amerikanët me izraelitët nuk kanë lënë gur pa lëvizur që ta shkatrojnë Iranin, ta destabilizojnë, ta përmbysin Republikën Islamike e tjerë. Me njerë sa po u bë revolucioni Imam Khomeinit, e para gjë që amerikanët bën është që nxitën Saddam Husseinin të hynte në luftën 8 vjeçare kundër Iranit. Pas kësaj lufte, amerikanët vazhduan me sanksione që nuk janë parë ndonjëherë në historinë e njerëzimit. Në anën tjetër, së bashku me izraelitët kanë financuar grupe terroriste, që nga mujahidinët e Manzës që Shqipëria strehon, grupe terroriste kurde, vehabiste, etj. Dhe për iranianët tani më ka ardhur momenti i hakmarrjes apo i shpagimit për atë që Amerika dhe Izraeli u ka bërë atyre historikisht. Do të kuptojmë një gjë, nëse shohim edhe zyrtarët iranian, që nga presidenti Pezeshkian te ministri i jashtëm Arakçi e të tjerë, ata të gjithë thonë që ne nuk kemi problem me Amerikën, kjo nuk është lufta jonë me Amerikën, po kjo është lufta jonë me Izraelin. Ata thonë trupat amerikane që po vinë këtu nuk po vdesin për Amerikën, por po vdesin për Izraelin. Dhe të gjitha problemet që Irani ka patur me amerikanët që nga viti 1979 deri më sot, kanë lidhje me koloninë slave të Izraelit. Ka që Izraeli e shikon Iranin si një rrezik ekzistencial, ka që prezenca e Iranit nuk i lejon izraelitët që të bëjnë pastrime etnike dhe zhdukjen totale të palestinezëve dhe popujve të tjerë arab, dhe për Iranin, i cili në gjithë këto vite, se do të kuptojmë diçka, iranianët janë një popull shumë legal apo ligjor. Iranianët kanë vite që donin ta sulmonin Izraelin sikur po e sulmojnë tani, por gjithmonë ka qenë shqetësimi që ata nuk donin që të thyenin ligjin ndërkombëtar. Ndërsa në këto momente, kur ata janë në kushtet e vetëmbrojtjes, iranianët po marrin hak për të gjitha krimet që Izraeli ka bërë kundër tyre.